Pas një jave vërtet shumë të ngarkuar, jam shumë e lumtur që më në fund po gjej pak kohë për të rikthyer edhe një herë vëmendjen pikërisht tek numrat e cilët kemi përzgjedhur për të lexuar nga libri Magjia. Unë kam lexuar ato çfarë ju keni përzgjedhur, disa prej tyre, sepse janë akoma ende shumë numra nga të cilët mund të zgjidhni dhe sot do shkojmë me numrin 1 që ka zgjedhur Ducati. Të përgëzoj për emrin, është vërtet shumë interesant, shumë i bukur edhe i rrallë. Nuk e di, ndoshta në zonën tënde nuk mund mos jetë dhe aq i rrallë, sepse duket që është një emër që mund të vinë ndoshta edhe nga Ducati, por në Burrel nuk ka emër të tillë, edhe këtu në Tiranë, me thënë të drejtën nuk e kam dëgjuar shumë shpesh, kështu që të përgëzoj për emrin. Numri 1 simbolizon unitetin, pra të gjithë bëhemi një, simbolizon fillimet e reja dhe kjo është një tregues vërtet shumë i madh ndoshta për njerëzit, nëse vërtet e kanë numrin 1 si numrin e tyre, i bie që mund të jenë njerëz që nuk e kanë problem të ndërmarrin rreziqe, të nisin diçka nga fillimi. Por gjithashtu ky numër tregon edhe leadership, duke qenë se është i pari i numrave, tregon pra që e ke më të lehtë për të ndërmarrë një nismë të re. Dhe sigurisht tregon edhe diçka që është më e mira, është më në krye, është njëshi. Numri 1 në librin e Rhonda Byrne thot numërojeni të gjitha të mirat që keni. Ky në fakt është hapi i parë në manifestim. Në momentin kur ti ke vendosur të nisësh pikërisht të rrugëtim, gjëja e parë që duhet bësh është të tregosh mirënjohje për të gjitha gjërat që ke. Kur fillova të numëroj të gjitha të mirat që kisha, rrjedha jetësime mori një drejtim shumë më të mirë, thot Willie Nelson, kompozitor dhe këngëtar amerikan. Me siguri ju keni dëgjuar shumë njerëz t'ju thonë se duhet i numëroni të gjitha të mirat që keni, por mos harroni që kur ju tregoni mirënjohje për gjithçka të mirë në jetën tuaj, kjo është pikërisht ajo çka ju po bëni. Ju po tregoni pikërisht të mirënjohje, ju po manifestoni njëkohësisht. Ajo që mund të mos e ketë shkuar ndërmend është fakti që numrimi i këtyre të mirave është mënyra e vetme dhe më efikase për t'ju përmirësuar jetën si me magji. Kur të filloni të tregoni mirënjohje për të mirat që keni, pavarësisht se sa të vogla mund të jenë ato, shumë shpejt do të shihni që ato do të shumë fishohen. Nëse jeni mirënjohës për paratë që keni, sado pak qofshin ato, financat tuaja do të lullëzojnë në mënyrë magjike. Po të tregoni mirënjohës për marrëdhëniet që keni me miqt apo me familjet tuaja, edhe pse ato mund të mos jenë as pak të përsosura, ju do të shihni me sytë tuaj se si ato do të bëhen shumë herë më të mira brenda një kohe shumë të shkurtër. Puna që bëni mund të mos jetë as pak më e pëlqyera, por nëse tregojeni mirënjohës për të, gjërat do të fillojnë të ndryshojnë e ju do të ndjeni gjithnjë më mirë, madje përpara jush do të shfaqen akoma edhe më shumë mundësi të tjera që do t'ju bëjnë punën edhe më të këndshme nga sa e kishit menduar ndonjëherë. E kundërta ndodh kur nuk tregojmë asnjë lloj mirënjohje për ato që kemi, por vetëm ankohemi. Kështu, ne bijem në një kurth kur e shohim veten të rrethuar vetëm nga situata të papëlqyeshme. Kur ndodh kjo? Kjo ndodh vetëm kur ne përmendim gjithnjë ato që nuk i kemi, kur vetë shkritikojmë dhe numërojmë vetëm gabimet apo fajtet të tjerëve, kur ankohemi për trafikun, për radhët e gjata, vonesat, qeverinë, për rrogën e vogël apo kohën e keqe, kur radhisin vetëm gjërat negative, ato shumohen, por ç'është më e keqja, edhe ato të mira që mund të jenë në rrugë sipër, nuk vijnë fare. Unë i kam provuar të dyja, kam numëruar të mirat, por kam numëruar edhe të këqijat dhe ju siguroj që vetëm kur të numëroni e të tregoni mirënjohje për të mirat që keni, vetëm atëherë do të mund të arrini të keni një jetë të begatë. Unë jam e sigurt që shumë njerëz mund të ankohen. Ankoheni tani për tani, pikërisht, vetëm për
gjërat të cilat ju mungojnë. Dhe gjëja çfarë je duke bërë? Thjesht je duke tërhequr akoma edhe më shumë gjëra të këqija në jetën tënde. Dhe çfarë ndodh? Nëse ti pikërisht sikur vetëm sot, madje unë do të të përgjërohesha sikur vetëm sot ti ta ndalosh këtë cikël, edhe ti për disa momente vetëm të falenderosh për gjërat e mira që ke. Harro për një moment të gjitha hallet, problemet dhe falendero vetëm për gjërat e mira që ke. E di se çfarë nderi i bën jetës tënde, sepse vetëm gjërat e mira do të vazhdojnë të vinë. Ndoshta nuk do të rrjedh si një lumë që ditën e parë, por të jeni të sigurt që keni bërë hapin e parë në rrugën tuaj të drejtë, sepse është gjithmonë ajo ideja që kur ti je duke ecur një rrugë, dhe edhe pse e di që është e gabuar dhe vazhdon ecën, e di që kthimi mbrapa do të jetë gjithmonë shumë herë më i vështirë, sepse nëse je duke ecur në një rrugë me fera, ti do duhesh që në atë rrugë me fera po prap ti të kthehesh. Por në momentin që ti hedh dhe thua mjaft me këtë rrugë me fera, unë që tani do ta hedh hapin nga kjo drejtim tjetër, ti do fillosh të ecësh që aty në rrugë të drejtë, në rrugë të pastër. Dhe imagjinoni pak se sa e mrekullueshme është kjo. Ndryshimi ndoshta nuk do të jetë perfekt që ditën e parë, por të paktën do të hedhësh atë hap, do ta kesh marr pikën e parë të bekimeve. Më mirë të mos mbani mend se sa të mira keni numëruar, se sa të humbisni të mirat që keni duke numëruar vetëm të këqijat. Maltpie D. Babcock, shkrimtar dhe peshkop presbiterian. E para gjë që duhet të bëni sa po të hapni sytë është të numëroni të mirat që keni. Bëni një listë, një fletore të veçantë dhe fillojeni që sot punën pikërisht me këtë listë të thjeshtë, ku të rreshtoni 10 gjëra të mira që keni në jetën tuaj, për të cilat ju jeni mirënjohës. Kur Einsteini shprehte mirënjohjen dhe njëkohësisht ai mendonte edhe për arsyeën pse ishte mirënjohës. Kur mendoni se pse jeni mirënjohës ndaj një personi ose për diçka të veçantë, apo qoftë edhe për një ngjarje të bukur, mirënjohja që do të provoni bëhet më e thellë. Mos harroni se magjia e mirënjohjes vepron në përputhje me thellësinë e ndjenjës suaj. Prandaj në listën tuaj shkruani edhe arsyeën pse jeni mirënjohës. Dhe unë juftoj që të shkruani 10 prej tyre. Do të ishte vërtet shumë e mirë. Do të ishte hapi juaj i dur. Ndoshta ajo pika e kthesës që jeta juaj mezi ka pritur që ju ta merrni dhe më në fund kur ju vendosni ta bëni pikërisht këtë kthes, gjithçka do të fillojë ndryshoj për mirë. Pasi të keni mbaruar listën, ktheuni mbrapsht dhe lexojini ato që keni shkruar një nga një e me zë të lartë. Pra një shembull është falenderoj me gjithë zemër që kam miq shumë të mirë dhe arsyeja është sepse më bëjnë të ndihem shumë e dashur gjatë gjithë kohës, më bëjnë të ndihem sikur kam gjithçka që kam nevojë. Faleminderit që kam familje të mrekullueshme sepse më bëjnë që të ndihem gjithmonë e pranuar edhe të mos më mungoj kur dashuria. Në fund të çdo njërës prej tyre thuani fjalën magjike 3 herë me radhë. Faleminderit. E duke i thënë këto fjalë, mundohuni ta ndjeni mirënjohjen sa më thellë që të jetë mundur. Që ta ndjeni atë sa më thellë, mund të mendoni për gjithçka që keni, duke filluar nga gjithësia, nga Zoti, shpirti, mirësia, jeta, virtytet tuaja ose çfarë do lloj koncepti tjetër që ju tërheq më shumë. Sepse ndonjëherë kjo është pak më e lehtë për të gjetur arsye për të qenë mirënjohëse. Ndoshta mund të jeni thjesht mirënjohës për diellin e mrekullueshëm të këtyre ditëve të dhjetorit. Edhe në këtë mënyrë ti mundesh të jesh mirënjohës pa që nevoja që të mendoni për asgjë të keqe, sepse ndonjëherë që ti jesh mirënjohëse për mamin, për babin, për familjarët, ti gjithmonë do të fillosh të mendosh, "Oh, po mami atëherë dikur më bërtiti, ndërsa babi dikur nuk më dha as lek sa unë doja, ose babi dikur nuk më la që unë të shkoja në festë." Dhe gjëra të tilla do të ndodhin rrjedhimisht, por nëse ti tregohesh mirënjohës ose pikërisht për këtë gjë që ti nuk ke asnjë lloj arsye pse ti të mund të gjesh diçka që nuk të pëlqen, është shumë herë më e lehtë. Kur mirënjohja juaj ka një drejtim të përcaktuar, do ta ndjeni atë shumë më thellë. Ajo do të ketë një ndikim shumë më të fuqishëm e përpasoj, ju do të shihni ndryshimin më të shpejt. Kjo është arsyeja që fiset indigjene dhe kulturat e lashta u drejtonin mirënjohjen simboleve të tilla, si dielli. Ata zgjidhin simbole fizike që përfaqësojnë burimin universal të gjitha të mirave, dhe duke u përqendruar pikërisht te ky simbol, ata e ndjenin më shumë e më thellë mirënjohjen. Zakoni për të numëruar të mirat nuk kërkon ndonjë mund
shumë të veçantë, por ai ndikon aq fuqishëm në ndryshimin e jetës suaj, saqë më nxit të shtoj edhe 10 të mira të tjera në listën tuaj të përditshme për 27 ditët që do vijojnë. Kjo është në fakt nëse të gjitha ditët ju do t'i merrni me radhë, ashtu siç unë i kam lexuar për ju. Ndoshta ju mendoni se do të jetë vështirë të gjeni çdo ditë 10 gjëra për të cilat jeni mirënjohës, por sa më thellë të mendoni, aq më shumë do të kuptoni se sa shumë gjëra të mrekullueshme keni. Duke gërmuar në jetën tuaj, do gjeni shumë të mira që i keni marrë dhe vazhdoni t'i merrni çdo ditë. E ndoshta disa prej tyre ju thjesht i quani si gjëra krejtësisht normale, kur në fakt nuk janë as pak, sepse ka shumë njerëz që vuajnë edhe për gjërat më minimale. Ka vërtet shumë gjëra të mira për të cilat mund të jeni mirënjohës. Ju mund të tregoni mirënjohje për shtëpinë, familjen, miqt, shokët, një punë, madje ju mund të jeni mirënjohës edhe që keni kafshët tuaj shtëpiake që i doni aq shumë. Ju mund të jeni mirënjohës për diellin, për ujin që pini, ushqimin dhe ajrin që thithni. Pa ato, ju nuk do të ekzistonit. Ju mund të jeni mirënjohës për pemët, kafshët, detet dhe oqeanet, zojsh, lulet, bimët, qiellin, shiun, yjet, hënën e planetin ton të bukur, tokën. Ju mund të jeni mirënjohës që i keni të gjitha shqisat, që mund të shihni bukuritë e natyrës, që të mund të dëgjoni muzikë, por edhe gjuhën e zojshve, që mund të shihoni gjithçka, që mund të merrni frymë e të nuhatni aromat e parfumeve tuaja të preferuara. Ju mund të prekni dhe të përqafoni njerëzit tuaj të dashur. Ju mund të jeni mirënjohës që keni këmbë e mund të ecni, keni duar me të cilat mund të bëni gjithçka, për zërin me të cilin mund të shprehni ndjenjat e dëshirat tuaja, por edhe të komunikoni me të tjerët. Ju mund të tregojeni mirënjohës që keni një sistem imunitar i cili ju ndihmon të rezistoni sëmundjeve, organet tuaja të brendshme bëjnë të mundur që trupi juaj të funksionojë, por pa aftësinë e pakrahasueshme të mendjes njerëzore, të cilët nuk ka teknologji kompjuterike që ta zëvendësoj, a e keni menduar ndonjëherë se sa të mrekullueshme janë gjërat që ju keni? Janë të gjitha vërtet mrekullueshme dhe ju i keni të gjitha këto, pavarësisht se nuk tregojeni mirënjohës çdo ditë për to. Në fakt duhet jeni mirënjohës çdo ditë për to dhe do të shihni ndryshime rrënjësor në jetën tuaj. Ja ku keni një listë që përmban subjekte dhe fusha të ndryshme të jetës, të cilat mund t'ju kujtojnë se sa të shumta janë gjërat për të cilat duhet të jeni mirënjohës. Fjala vjen shëndeti dhe trupi, puna dhe përparimi profesional, parat, marrëdhëniet, pasionet dhe dëshirat, lumturia dhe qetësia shpirtërore, dashuria, jeta, natyra, toka, ajri, uji dhe dielli, sendet materiale dhe shërbimet e tjera të ndryshme, çdo subjekt tjetër për të cilin jeni interesuar. Ju mund të jeni shumë mirënjohës edhe për faktin që keni internet dhe mund të shihni pikërisht këtë video. Ju do të ndjeni shumë më mirë e shumë më të lumtur sa herë të numëroni të mirat që keni dhe më besoni për këtë. Lumturinë tuaj do të mund ta matni me mirënjohjen që ndjeni kur i numëroni ato. Sa më e thellë të jetë mirënjohja, aq më të lumtur do të ndjeni. Do të ketë ditë kur do të ndjeni të lumtur menjëherë, ashtu siç do të ketë edhe ditë kur kjo do të marrë pak kohë. Por me kalimin e kohës, ndërsa vazhdoni të numëroni të mirat çdo ditë, ju do të vini re një ndryshim gjithnjë më të madh në mënyrën se si ndjeni dhe të gjitha të mirat do të shumëfishohen si me magji. Ky ishte numri 1. Unë të falenderoj Dukate për numrin që ke zgjedhur. Ju falenderoj që më ndoqët dhe të shihemi sërish në videon tjetër. Jam thellësisht mirënjohëse për të gjithë ju.